الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله Falëndërimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. ربنا الله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى duke tregu për hyrit e xhennetit. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام. Hyri të cilat nuk dalin jashtë çadrave, shatorave të cilat Allahu Azza wa Jall i ka përgatitur për besimtar. Në ato besimtari ka çadra rreth lumenjve të xhennetit dhe në ta ka hyri të xhennetit, të cilat janë gratë e tij në xhennet. Qysh është ai shatori apo çadra e xhennetit? Nga se ka ardhur në shumës thot Allah Azza wa Jall, hyrit të cilat nuk dalin jashtë atyre çadrave ka ardhur në shumës. Ka ardhur në hadithin e Buhariut dhe Muslimit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi e Abi Musa al-Ash'ari, inna lil mu'mini fil jannati la khayma. Vërtet besimtari në xhennet ka çadër, ka shatar min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Është prej gurit, prej margaritari, në thot është rase madhe, guri i madh, margaritari i madh, i zbrazët mbrëndësi, tuluha sittuna mejlen lil mu'mini. Mbrëndësi, kur hin besimtari në ta, është e gjatë 60 mila. Fiha ahlun yatufu alejhim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Në ta kafirat e tij i viziton besimtari dhe rrin me ta dhe nuk e shohin njëna tjetrën, nuk e shohin dhomat të cilat i kanë në të çadra, nuk shohin njëna tjetrën, ndërsa besimtari i viziton të gjitha. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Allahu muttakiina ala sururin masfufa. Rrin të mbështetur në kravate të radhitura, wa zawwajnahum bi hurin 'ain, dhe i martojmë me hyri të xhennetit. Thot pastaj Allahu, kujt i takojnë këta? Thullatun min al-awwalin. Shumica që do ta përjetojnë këta dhe do ta fitojnë këta janë prej besimtarëve të parë. Wa qalilun min al-akhirin, dhe pak janë prej atyre të fundit që vinë ala sururin mawduna, qëndrojnë në kravata të qëndisura nga ari, muttakirina alejha mutakabilin, të mbështetur në ta dhe shikojnë njëri tjetrin. Si që ka thana ajet tjetër, fiha sururun marfu'a, ka kravata të larta. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Ka në hadithin Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Vërtet në xhennet ka dhoma që shihet e jashtme e asaj prembrenda dhe e mbrëmshme e asaj nga jashtë. Wa batina min zahiriha. Qala Abu Malik al-Ash'ari, fa Abu Malik al-Ash'ari, sahabi pejgamberi, liman hiya rasulullah, për kanë janë këto dhoma e rasulullah? Qala adda Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am. Ta Allah zëzële ka pregadit për ata të cilat i ushqejnë tjerë apo ushqejnë të varfrin, wa alana al-kalam, dhe ftojnë fjallë të buta, wa tabi as-siyam, dhe agjeran shumë, wa salla bil-lejli, dhe falet natën, wa nasu niyam, kur njerëzit flejnë. Për këta janë pregadit të dhoma në xhennet. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما
كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم tema rreth xhennetit të cilën e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Shukri Aliu. حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vëllezër nderuar, ne vazhdojmë me temën tonë rreth xhennetit, të cilën e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Dhe Allah i nderuar se Allahu azza wa jall për besimtarët në xhennet ka përgatitur shtëpia dhe pallata të cilat i fiton robi Allahut me veprat e tij, vepron këtë botë dhe me mëshirën e Allahut azza wa jall që e përfshin atë. Andaj Allahu azza wa jall na premton në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij se Allahu ka përgatitur për besimtarët shtëpi dhe pallata në xhennet, qëllimisht që zemrat e besimtarëve të përmallohen për xhennetin, nga se jeta e kësaj bote është jetë e kaluar dhe s'ka mundësi njerëzit me jetu për gjithmonë këtë. Ka thënë Allahu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, o ti Muhammed, nëse kemi mundsuar që asnjënit nga njerëzve para teje me jetu për gjithmonë, afa in mitta fahumul khalidun, nëse ti vdes a mendojnë se ata do të jenë për gjithmonë ata të tjerë. Kullu nafsin dha'iqatul mauti, çdo shpirt do ta shijë vdekjen. Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, ndërsa ne thot Allahu ju sprovojmë juve me të këqija dhe me të mira. Wa ilayna turja'un, dhe të ne do të ktheheni. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala duke treguar për hyrit e xhennetit, thot hurun maqsuratun fil khiyam, hyri të cilat nuk dalin jashtë çadrave, shatorave të cilat Allahu azza wa jall i ka përgatitur për besimtarët. Në ato besimtari ka çadra rreth lumejve të xhennetit dhe në ta ka hyri të xhennetit të cilat janë gratë e tij në xhennet. Qysh është ai shatori apo çadra e xhennetit? Nga se ka ardhur shumës, thot Allahu azza wa jall, hyrit të cilat nuk dalin jashtë atyre çadrave ka ardhur shumës. Ka ardhur në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadithi e Abi Musa al-Ash'ari, inna lil mu'mini fil jannati la khayma, vërtet besimtari në xhennet ka çadër, ka shatar, min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa, është prej gurit, prej margaritari, do të thot është
rase madhe, gur i madh, margaritar i madh, i zbrazët mbrëndësi, tuluha sittuna mejlen lil mu'mini, në mbrëndësi kur hin besimtarin e te është e gjatë 60 mila. Fiha ahlun yatufu alejhim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Në ta kathirat e ti i viziton besimtari dhe rrin me ta dhe nuk e shohin njëna tjetra, nuk e shohin dhomat të cilat i kanë në të çadra, nuk shohin njëna tjetrën, ndërsa besimtari i viziton të gjitha. Do të thotë është prej gurit margaritarva që është e zbrazët në brendësi dhe aty jeton besimtar. Kjo është çadra që Allahu Azza wa Jall nga margaritari e ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për besimtarin. Ndërsa në transmetimin e Muslimit thotë fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafa arduha 60 mila fi kulli zawiyatin minha ahl. Në xhennet ka çadër e cila është prej margaritarit të zbrazur, gjallësia e saj është 60 mila min kulli zawiyatin minha ahl, në çdo çash ka gratë e tij. Ma yarawna al-akharin, nuk i shohin tjerat, yatufu alejhimul mu'min, i viziton besimtari dhe rrin me ta. Në ta ka edhe krevatet të cilat Allahu Azza wa Jall i ka përgatitur për besimtarin. Thot Allahu muttakiina ala sururin masfufa, rrin të mbështetur në krevate të radhitura, wa zawwajnahum bihurin 'in, dhe i martojmë me hyri të xhennetit. Thot pastaj Allahu, kujt i takojnë këta? Thullatun min al-awwalin, shumica që do ta përjetojnë këta dhe do ta fitojnë këta janë prej besimtarëve të parë. Wa qalilun min al-akhirin, dhe pak janë prej atyre të fundit që vinë ala sururin mawduna, qëndrojnë në krevata të qëndisura nga ari, muttakirina alejha mutakabilin, të mbështetur në ta dhe shikojnë njëri tjetrin. Si që ka thana ajet tjetër, fiha sururun marfu'a, ka krevata të larta. Thot el kelbi tulu seriri fi sema 100 dhira. Thot lërësia apo gjatësia e krevatit përpjet është 100 kot. Fa idha arada rajul an yajlisa alayhi, nëse don besimtari që të ulet në të, tawadha lahu, ai zbret të poshtë, hatta yajlis alayhi, idha mundson të hip, fa idha jalasa alayhi irtafa ila makani, kur të hip besimtari kthehet krevati në lartësinë e tij që ka qenë. Pastaj na lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këtë shtëpi dhe këto çadra dhe këto dhoma të cilat Allahu Azza wa Jall i ka përgatitur në xhennet, me gjithë bukurinë që e kanë, ke mundësi ti me zbukurua dhe më tepër duke qenë këtë botë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala subhanallahi alazim, kush thot subhanallahi alazim, i lart Allahu qoftë më i madhi, wa bihamdihi, dhe ti ta kanë falënderimi, gurisat lehu biha nakhlatun fil janna, ati i mbjellet në xhennet një hurma. Me këtë fjalë të cilën e thot besimtari, shtëpia e tij të cilën e ka në xhennet i zbukurohet me hurma sa herë që e thot besimtari këtë fjalë. Në thot e përmend Allah. Gjithashtu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë pejgamberi, laqitu Ibrahima lejlata usriya bih, unë kam taku Ibrahimin në natën e Isras kur jam ngrit në qiell. Fa qala ya Muhammad, dhe më tha, o Muhammad, aqri ummataka minni salam, bani salam umetit tan prej meje, wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turba, dhe lajmëroj se toka e xhennetit është e mirë, azbatu al-ma'i, ka ujnë e amël, wa annaha qaj'an, dhe ka ujnë në të tokë, wa anna ghirasuha subhanallah, dhe nëse doni me mbjell pëjmë në xhennet, atëra thuni subhanallah, kur ta thuni mbjell një pëjmë, walhamdulillah, dhe thuni alhamdulillah, falëndërimi të kanë Allahut, wa la ilaha illa Allah, dhe thuni la ilaha illa Allah, wallahu akbar, dhe sa Allahu është më i madhi. Me këta fjalë e mbjellni tokën e xhennetit me pemë dhe i zbukuroni shtëpitë e juaja që Allahu azza wa jalla ka përgatitur për besimtar. Si ka ardhur në hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min gharsil janna, shtoni pemë të xhennetit, shtoni mbjelljen nga pemë të xhennetit, fa innahu azbul ma'uha, nga se uji i xhennetit është i ëmbël, tibu turabuha, është i bukur, i mirë dheu i xhennetit, fa akthiru min ghirasiha, pra shtoni dhe mbjellni, thuni la hawla wala quwwata illa billah, thuna nuk ka mundësi dhe nuk ka fuqi vetëm se me Allahun azza wa jall. Në thot
Nëse e thuni këtë fjalë, ose sa herë që ta thuni, Allahu Azza wa Jall e bën që të mbjellet atje një pemë për tyje në xhennet. Do të thotë atë shtëpi që Allahu Azza wa Jall e ka përgatitur, edhe pse nuk ka nevojë ndoshta për zbukurim, mirë po Allahu Azza wa Jall nëse don ti me zbukurua edhe më tej, përveç asaj bukurie që e ka, mundesh me zbukuru kopshtin e xhennetit dhe kopshtin tën në xhennet, që Allahu e ka përgatitur me mbjelljen e pemëve duke vepruar ti çishin këtë botë. Gjithashtu ai vend është vend i besimtarëve, ku besimtari bëhet mbret në atë botë, në ahiret, në xhennet. Ka në hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من الذهب. Sa Allah azza wa jalla ka kriju xhennetin, një tull e ka prej ari, wa labinatun min fiddatin, një tull prej argjendi. Kështu është xhenneti i krijuar. Një tull e ka ari, një tull argjend. Wa malatuha al-misku, dhe e ka të lyer me misk. Wa qala laha takallami, edhe pastaj ka thënë Allahu pas e ka kriju xhennetin, fol. فقال قد أفلح المؤمنون كثان جنيتي فرتيت كان شبتو بسمتار فقالت الملائكة ملائكتي ثان جنيتت طوبى لك ميجد پردي منزل الملوك تي شتبي امرتروا. Në thotë besimtarin ditën e kiametit, pas gjithë vështërsive të cilat i kalon këtë botë dhe fiton xhennetin, Allahu Azza wa Jall, edhe nëse ka qenë fukaran këtë botë, edhe ka pas mangësinë këtë botë, edhe Allahu nuk i ka dhënë dashta mjaft për kësaj bote, mirë po e ka fituar xhennetin, Allahu Azza wa Jall jep jetën e mbretërve, nga se xhenneti është shtëpi ose pallat i mbretërve, dhe asaj bote do të thotë bëhet besimtari mbret. Andaj ka thënë melek, myshde për ti se ti xhennet je bën shtëpi ose vend qëndrim i mbretërve. Qish në lemron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo besimtar apo çdo njeri i ka dy vende, dy shtëpia. Ka thënë Allah azza wa jall ulaika humul warithun, besimtarët janë ata të cilët trashëgojnë xhennetin, alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, ata do ta trashëgojnë firdausin, në ata do të janë përgjithmonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke shpjeguar këtë ajet, ma minkum min ahadin illa lahu manzilan, s'ka dikush nga jo vetëm se i ka dy shtëpi, i ka dy vende, një vend e ka të përgatitur në xhenem dhe një vend e ka të përgatitur në xhennet. Manzilun fil jannati wa manzilun fin nar, shtëpi në xhennet dhe shtëpi në zjarr. Fa idha mata fa dakhala an-nar waratha ahlul jannati manzilah. Nëse vdes si jo besimtar, nëse vdes me shirk ose me kufër dhe hin në zjarr, e gjon vendin e vet ku Allah e ka përgatit, atë vendin që e ka pasë në xhennet ja marrin besimtarët të trashëgojnë, do të kjo fjala Allahut humul warithun, ata do të trashëgojnë në firdausin, ata do të trashëgojnë, do të marrin vendet e veta që i kanë në xhennet besimtarët, dhe do të trashëgojnë edhe vendet atyre të cilët nuk kanë punu për xhennet, e kanë shku në xhenem, ai marrin besimtarët të cilët kanë hije në xhennet. Këtë botë vepron besimtari, ose ndërton shtëpinë e xhennetit, ose e prish shtëpinë e xhennetit, e ndërton shtëpinë e zjarrit. Ka thënë Mujahidi nxënësi Ibn Abbasit, ma min abdin illa walahu manzilan, s'ka askush nga robërit e Allahut vetëm se i ka dy shtëpia, manzilun fil janna, një shtëpi e ka në xhennet, wa manzilun fin nar, dhe një vend, një shtëpi e ka në zjarm. Fa amma al-mu'min, e sa i takon besimtarit, fa yubni baytahu alladhi fil janna, ai ndërton shtëpinë e tij dhe e përgatit në xhennet, wa yahdim baytahu alladhi fil nar, dhe e prish shtëpinë të cilën e ka në zjarm. Wa amma al-kafir, e sa i takon jo besimtarit, fa yahdim baytahu alladhi fil janna, ai e prish shtëpinë e tij që e ka në xhennet, wa yabni baytahu alladhi fil nar, dhe ndërton dhe e ngrit shtëpinë që e ka në zjarm. Fal mu'minuna yarithuna manazil al-kuffar, andaj besimtar do t'i trashëgojnë shtëpitë e kafirëve, li annahum ata'u rabbahum azza wa jalla, për shkak se kanë respektu Zotin e tyre. Siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e transmeton Muslimin nga Abu Musa radhiyallahu anhu, idha kana yawm al-qiyamah, kur do të ndodh dita e kiametit, a'ta Allahu ta'ala kulla rajulin min hadhihi al-umma rajulan min al-kuffar, çdo besimtari Allahu azza wa jalla jep atij nga jo besimtar. Fejukalu lah, hadha fidauka min an-nar, i thënë kjo është kurbani e çka të shpëton tije prej zjarmit. Në të çdo besimtar në ditën e kiametit, Allahu subhanahu wa taala jep atij nga një jo besimtar, dhe i thot kjo është ai që të shpëton ti nga zjarri. Në të thotë kjo është kurbani e çka e hudh ti në xhenem dhe ja zën vendin e tij në xhennet. E kujt i takon firdausi më i lartë që Allahu azza wa jalla e ka përgatit? Allah azza wa jalla ka lemru suratul mu'minun, 11 ajetet e para. Ka thënë Allah azza wa jalla, qad aflaha al mu'minun, vërtet kanë shpëtuar besimtarët,
alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata që janë të kujdesshëm namazin e tyre. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dhe të për ulër namaz. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dhe ata të cilët largohen dhe ja kthejnë shpinën fjalëve të kota. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, dhe ata të cilët e japin zakatin. Walladhina hum li furujihim hafidhun, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, illa ala azwajihim, përveç se me gratë e tyre, au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ose për ata që i kanë nënpron robëreshat e luftës. Faman ibtagha wara dhalik, e kush e ka lënë këtë, fa ulaika humul adun, ata janë të cilët bin zina në moralitet, ata janë të cilët i kanë kalu kufit. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dhe ata të cilët e ruajnë emanetin, kur marrin për dikujt diçka emanet, e ruajnë me besnikëri, wa ahdihim ra'un, dhe e ruajnë premtimin që ja japin njerëzve. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, dhe ata të cilët kujdesen për kohën e namazit, nuk e lajnë me ik namazi. Ulaika humul warithun, këta janë ata të cilët e trashëgojnë alladhina yarithuna al-firdausa, të cilët do ta trashëgojnë firdausin, hum fiha khalidun, dhe në të do të janë përgjithmonë. Në dhëtë Allahu Azza wa Jall në i përmenë cilësit e besimtarve, të cilët do të trashëgojnë gjennetin më të lartë, firdausin, për të cilën në ka parasit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: idha sa'altumullaha fas'alul firdaus, ka thonë nëse kërkoni prej Allahu gjennetin, kërkoni gjennetul firdaus. Allah Azza wa Jall në surat Mu'minun 19 ajetet e para na tregon se cilët besimtar janë ata të cilët e fitojnë këtë gjennet dhe çfarë janë cilësitë e tyre. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna fil jannati 100 daraja, në gjennet ka 100 grada. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah, Allahu ka përgatit ato 100 grada në gjennet. Në do të nuk janë vetëm 100 grada, ai ka më shumë se 100 grada. Mi po Allahu vetëm për një musliman ka përgatit 100 grada. Thot e ka përgatit Allahu për mujahidin që i ka dalë në luftë në rrugën e Allahut, bejnë darajatayn kama bejnë as-sama'i wal ard, mes çdo derexhe, mes çdo grada, ashtu kur mes tokës edhe qiellit. Fa idha sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus, nëse kërkoni prej Allahut, kërkoni firdausin. Fa innahu awsatul janna, se është xheneti i mesëm, wa a'la al-janna, dhe është më i larti, wa fawqahu arshur rahman, dhe mbi të është arshi i Allahut, minhu tafjuru anharul janna, dhe nga ky firdausi rrjedhin lumejt e xheneteve të tjera. Gjithashtu na tregon Allahu Azza wa Jall kush janë ata të cilët meritojnë edhe kanë mundësi me arrit vende të mira në xhennetet e Adenit. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat, Allahu ka premtuar besimtarëve dhe besimtarëve, s'ka mundësi tjetër kush. Tajri min tahtiha al-anhar, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, jannata në të cilët rrjedhin lumej, khalidina fiha, aty do të janë përgjithmonë. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dhe vende shtëpia të mira në xhennetet e Adnit. Ridwanu min Allahi akbar, dhe kënaqësia e Allahut që do ta fitojnë në xhennetlit, kjo është më e madhe se vetë xhenneti dhe shpërblimet që Allahu u jep atyre. Dhalika huwa al-fawz al-azim, dhe kjo është fitore e madhe, kjo është suksesi më i madh që e fiton besimtari. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu i thot: ya ahlal jannati, o banor të xhennetit, fa yaquluna labbaik rabbana wa sa'adaik, thon urdhra o zoti yn. Fa yaqul hal raditum, au knaqet me hymjen e juaj në xhennet. Fa yaqulu wama la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik, thon çka ka që ne mos të kënaqemi kur ti na i ke dhënë neve diçka që si ke dhënë askujt nga krijesat e tua. Fa yaqulu a'tikum afdala min dhalik, ta doni të jap më shumë se ajo që ja kam dhënë, do më shumë se sa xhenneti. Fa yaqulu wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, thon çka është ajo më tepër se sa kjo o Zot i madh. Fa yaqul uhillu alaykum ridwani fala askhad alaykum ba'du abada, thot e bëj e lejoj knasin time me ra mbi ju dhe asnjëherë më nuk hidhrohe me ju. Kjo është më e madhe se sa xhenneti dhe krejt ato që ka përgatitur Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në surat as-Saf Allah Azza wa Jalla na tregon për xhennetet e Adnit, se në çfarë mënyra nëse don me fitua xhennetet e Adnit, ke mundësi me fitua. Ka thënë Allahu: ya alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, a dëshironi t'ju tregoj një tregti me cila do t'i shpëton ju nga dënimi i dhëmshëm. Dhe me këtë tregti i fiton besimtari xhennetet e Adnit. Ka thënë Allahu: tu'minuna billahi, besana Allahun Azza wa Jall,
wa rasulih, dhe besoni të dërguarin e Allahut, wa tujahiduna fi sabilillah, edhe luftoni në rrugën e Allahut, bi amwalikum wa anfusikum, me pasurinë e juaj dhe me veten e juaj, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kjo është më e mirë për ju nëse jeni ju çka e dini. Yaghfir lakum dhunubakum, Allahu ja fal juve mëkatet e juaj, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dhe shten xhenete në të cilën rrjedhin lumenj, wa masakin tayyibatan, dhe shtëpia të mira fi jannati adnin, në xhenetet e adnit, dhalika al-fawz al-azim, dhe kjo është suksesi i madh dhe fitoria më e madhe. Në thotë Allahu Azza wa Jalla i tregon besimtarit se në çfarë mënyra ai ka mundësi, nëse don me fituar vendet e xhennetit, në xhennetet e adnit, që Allahu Azza wa Jalla që xhennetin e adnit e ka kriju me dur të veta, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 4 gjëra Allahu i ka kriju me dur të veta. E prej tyre ka numëruar xhennetin e adnit apo xhennetet e adnit. Dhe Allahu Azza wa Jalla këtë ajet surat as-Saf i tregon besimtarit nëse doni me ditë një tregti, ajo është nëse veproni jo e merrni shpërblimin dhe i fitoni xhennetin dhe falje nga Allahu Azza wa Jalla. Kjo është tregtia më e mirë se sa gjitha tregtiat që ju i banin këtë botë, nëse jo besoni Allahun edhe pejgamberin edhe luftoni në rrugën e Allahut për me mbrojtë dinin e tij me pasuritë e juaja dhe me veten e juaj. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka përmenë se robi i mëshirusit, robi Allahut Azza wa Jall, edhe ai ka dhomat larta në xhennetet Allahut Azza wa Jall që i ka përgatit. E pastaj Allahu na tregon se kush janë robrit e Allahut, që Allahu është i kënaqur me ta. Ka thonë wa ibadur rahmani alladhina yamshuna fil ardi hauna, dhe robrit e mëshirusit janë ata të cilët ecin në tokë me modesti. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, dhe kur ignorantët ju flasin, ato ju thojnë atyre fjalë të mira. Walladhina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama, dhe ata të cilët e kalojnë natën në sejdë dhe në çndrim në këmbë, do të duke falë namaz. Walladhina yaquluna rabbana asrif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama, dhe thojnë o Zot, na largon neve dënimin e xhenemit, se dënimi i xhenemit vërtet është ndëshkim. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, dhe vërtet o Zot e është vend qëndrim i keq. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu, dhe ata të cilët kur japin, kur harxojnë nuk e teprojnë, nuk shpenzojnë tepër. Walam yaqturu, po as nuk janë dorë shtrëngum. Wa kana bayna dhalika qawama, dhe janë mes kësaj të mesëm. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, dhe ata të cilët nuk lusin dikant tjetër me Allahun, do të duke i bëjnë shok Allahut në ibadet. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe nuk e mbysin njerin që Allahu Azza wa Jalla e ka bë haram mbytjen e tij. Wala yaznun, as nuk bën immoralitet. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, e kush bën immoralitet apo i bën vrasjen e njerëzve pa hak, ai do ta gjejnë dëshkimin. Yudha'af lahu al-adhabu yawm al-qiyamah, ju dëfishohet atij apo ju shumë fishohet dënimi atij ditën e kiametit. Wa yukhlad fihi muhana, dhe mbet atë përgjithmonë apo mbet gjatë në ta i përbuzur. Illa man taba, përveç atyre që kanë besuar, janë pendu. Wa amana, përveç atij i cili është pendu dhe ka besu. Wa amila amalan saliha, dhe ka vepru vepra të mira. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Allahu atyre janë ndron veprat e këqija me të mira, do të veprat e këqija ja shndron të mira. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allahu është falës dhe mëshirues. Wa man taba wa amila saliha, ai që pendohet dhe vepron vepra të mira, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, ai kthehet te Allahu dhe është i pranuar. Walladhina la yashhaduna az-zur, dhe ata të cilët nuk dëshmojnë rrejshëm. Wa idha marru bil lagwi marru kirama, dhe kur kalojnë përreth njerëzve duke folë ata fjalë të këqija, këto e ruajnë karakterin e vet. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim, dhe ata të cilët kur ju përmenden ajetet e Allahut, lam yakhirru alaiha summan wa umyana, nuk kalojnë përreth atyre ajeteve sikur çorra dhe shurdha. Do të thotë i dëgjojnë e nuk bëhen se nuk po i dëgjojnë fjalët e Allahut, edhe nuk bëhen se janë të verbër, nuk po shohin. Walladhina yaquluna rabbana, dhe ata të cilët thojnë o Zot, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, na dhuron neve kënaqësi në gratë tona dhe pasardhësit ton. Waj'alna lil muttaqina imama, dhe na bën neve shembull për ata të cilët janë të devotshëm. Domethënë prisa të devotshme, që të devotshmit njerëzit e mirë kanë shembull tek ne. Tat pasaj ulaika yajzauna al-ghurfata bima sabaru, ata janë të cilët
shpërblehen me dhomat e xhennetit për atë që kanë bërë durim, u yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dhe pritën nga melekët me përshëndetje dhe selam, khalidina fiha, aty do të janë përgjithmonë, hasunat mustaqarran wa muqama, sa vend i mirë që është. Në këtë cilësi Allahu azza jalla ka përmend se Rabbi Allahut, Rabbi mushirusit, është ai i cili ka këtë cilësi që Allah i ka përmend suratul Furqan nga ajeti 63 deri ajetin 74, dhe ka përmend shpërblimin ajetin 75 dhe 76. Thot Imam Qurtubi rahimahullah se Allah azza wajal kur i ka cilësu ibadur rahman i ka përmend me 11 cilësi. Do të thotë këto cilësi që i përmendëm na ka përmendën se janë njerëz modest, janë të mençur dhe të urtë. I ka përmend se janë njerëz të cilët e falin namazin e natës dhe njerëz të cilët kanë frikë nga Allahu, janë njerëz të cilët nuk shpenzojnë tepër, por as nuk janë dorë shtrëguar. Dhe janë njerëz të cilët largohen nga shirku dhe nuk adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut. Dhe janë njerëz të pastër nga immoraliteti dhe nuk vrasin njerëz pa hak. Dhe janë njerëz të cilët pendohen dhe largohen nga gënjeshtra dhe pranojnë këshillën dhe ju përkushtohen Allahut subhanahu wa taala. Këto janë pra njerëz të cilët janë rob të Allahut dhe të cilët shpërblehen me dhomat e larta që Allahu azza wa jall i ka përgatitur në xhennet. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Naim ibn Hammar anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu shuhada'i afdal. E pyetën njëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një person të tij sahabiu se ja Rasulullah, cili është shahidi më i mirë, cili është dëshmori më i mirë? Qala alladhina in yulqu fi as-saf la yalfituna wujuhum hatta yuqtalu. Ta janë ata të cilët kur të nxirren në betejë në rreshtin e parë nuk e kthejnë fytyrat e tyre mbrapa derisa të vriten. Ulaika yantalikuna fi al-ghuraf al-ula min al-janna. Ta janë të cilët do të marrin dhomat larta në xhennet, ju yadhaku ilayhi rabbuhum. Dhe Allahu qeshet me ta, Zoti i tyre qeshet me ta, wa idha dhahika rabbuka ila 'abdin fi ad-dunya fala hisaba alayh. E kur ti qeshet Zoti it, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti qeshet Zoti it robët vetën këtë botë, për atë rob nuk ka llogarim ditën e kiametit. Gjithashtu në lemron Allahu azza wa jall se për besimtarëve ka të cilët marrin dhomën në xhennet, edhe nëse nuk janë prej dhomave më të larta. Ka thënë Allahu walladhina amanu wa amilus salihati, ata të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, lanubawwi annahum min al-jannati ghurafa, atyre ju kemi përgatitur dhoma në xhennet, tajri min tahtiha al-anhar, poshtë këtyre dhomave rrjedhin lumen, khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, aty do të janë përgjithmonë sa shpërblimi i mirë është për ata të cilët veprojnë. Se që përshkruan Allah azza wa jall pa Allahut dhe dhomat e xhennetit, ka thënë suratu Az-Zumar, lakinni alladhina taqaw, mi pa ata të cilët kanë frikë Zotin e tyre, lahum ghurafun min fawqiha ghuraf, ata kanë dhoma dhe mbi ta ka dhoma tjera, mabniyatun tajri, të ndërtuara, min tahtiha al-anhar, poshtë tyre ka lumen, wa'ada Allah, kjo është premtimi i Allahut, la yukhlifu Allahu al-mi'ad, Allahu nuk e thën premtimin e tij. Ka ardhur në hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit, flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto dhoma që janë. Ka thonë inna ahlal jannati yatara'una al-ghurafa min fawqihim. Ka thonë në banorët e xhenetit i shohin dhomat e xhenetit që janë përmi dhomat e tyre. Kama tatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq. Ka thonë sikur jon tokë që shesheni atë yllin që ka bën dritë lart në qiell, në lindje fil mashriq wal maghrib, apo në perëndim. Li tafaduli ma bainahum, çast larta janë, çast është dallimi mes dhomave të xhennetit. Qalu ya Rasulullah, thanoi dërguari i Allahut, tilka manazilul anbiya la yabluha ghayruhum. Këto pra kanë në vende, as vende të larta që kanë ato dhoma të larta, sikur që e shohmi yjet, ashtu i shohmi njerëzit, ata banorët e xhennetit që janë dhomat e larta në xhennet, ka thonë janë vetëm se vend i pejgamberëve. I kanë thonë pejgamberit, qala bala walladhi nafsi bi yadihi, pasha Allahun nuk janë vetë pejgamberra, walladhi nafsi bi yadihi, pasha atan dorën të cilët është shpirti im, rijalun amanu billah, po janë njerëz të cilët kanë besu burra që kanë besu në Allahun, wa saddaqul mursalin, dhe që i kanë besu pejgamberëve. Nuk janë vetëm se pejgamber, po janë njerëz të cilët kanë besu Allahun, nuk janë prej pejgamberëve, mi po Allah azza jall i kanë ngritur të dhoma të larta, nga se kanë qenë si qartë dhe kanë vepruar me atë që Allah azza jall e ka treguar. Gjithashtu shahidat marrin prej vendeve më të mira në xhennet që është. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Anesit, qali yu'ta bir rajuli yawm al qiyamah min ahli al janna, e bi një person
prej banorëve xhennetit në ditën e Kiametit, fe yaqulu ya ibn Adam, Allah I thot atij, o biri Ademit, kayfa wajadta manzilak, ki banori xhennet, çysh e gjetë vendin tan xhennet? Fe yaqul ey rabbi khayru manzilin, o zot të kum gjet vendin më të mirë në xhennet. Fe yaqul sal wa tamanna, I thot kërko, çfarë po don? Tjetër فيقول يا ربي ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا. فشخص الله عز وجل شهيدت يا بيندت më të mira në xhennet, thot kur I thot Allah urdhot apo don diçka tjetër, pasi që thot se kam gjet vendin më të mirë në xhennet, I thot Allah apo kërkon diçka tjetër, kërko diçka çka po don. Thot Zot, thot dëshiroj të më kthesh edhe një herë në dunja. Fa uktalu fi sabilika 10 mirarin. Thot e vritem 10 herë në rrugën tënde. Lemma yara min fadli shahada. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë e thot shahidin ditën e Kiametit për shkak vlerës që ja sheh shahidllokut në ditën e Kiametit. Kur ashtu se çfarë shpërblimi Allahu ka përgatitur për shahidin në ditën e Kiametit, thot o Zot që më fitua edhe më tepër, thot kthehom edhe një herë në dunja, edhe të vritem 10 herë në rrugën tënde e që të fiton edhe më tepër. U yu'ta bir rajuli min ahli an-nar. E pastaj bihet një person, një njeri prej banorëve të zjarrit, fe yaqulu lahu ya ibn Adam, e thot Allah o biri Ademit, kayfa wajadta manzilak? Çfarë vendi, çfarë shtëpie ke gjet? Çish e gjetë shtëpinë tonë? Fe yaqul ey rabbi sharra manzilin, thot e kom gjetë të Zot shtëpinë më të keqe, vendin më të keq. Fe yaqulu atafdi minhu bi thala'il ardi dhahaba, thot a dëshiron e kisha dhënë në tokën krejt prej ari, sukur me pasën në toka ari, e kishte dhënë krejt për me lëshue, për vetëm me dal prej atij vendit. Fe yaqul ey rabbi na'am, thot po o Zot e kisha dhënë. Fe yaqul kadhabta qad sa'altuka aqalla min dhalik wa aysar falam taf'al fa yuraddu ila nar. Thot Allahu pse po gënjen, un kam bli prej teje shumë më pak se kjo, nuk e ke vepruar, edhe thot kthehena edhe prap për së në zjarr. Pastaj flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka çadër apo shator që Allah azza wa jalla ka përgatitur për shahidin edhe ajo është nën arshin e Allahut azza wa jalla. Ka në hadithin e Utbet ibn Abdissalami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-qatla thalatha, se të vramit janë 3 lloj. Mu'minun jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, personi që ka besuar në Allahun dhe ka luftuar me veten e tij dhe pasurinë e tij në rrugën e Allahut. Idha laqi al-adu qatala hatta qutil, kur është tarku me armikun ka luftuar derisa është vrarë. Qala an-nabi, ka thënë pejgamberi, fihi fadhalika ash-shahid al-mumtahan, kjo është shahidi që është provu, fi khaymati Allahi tahta arshi, është në çadrën që Allahu e ka krijuar, është në arshin Allahut. La yafduluhu an-nabiyuna illa bi darajati an-nubuwah, nuk ja kalojnë pejgamberët këtij përveç se me gradën e pejgamberllokut, me asgjë tjetër se ja kalojnë. Wa mu'minun khalata 'amalan salihan wa akhara sayya, jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, idha laqiya al-adu qatal hatta yuqtal. Dhe besimtari I cili ka përgatit, ka vepruar vepra të mira dhe të këqija, mirë po ka luftuar në rrugën e Allahut me pasurinë e tij dhe veten e tij, derisa është tarkuar me armikun dhe ka luftuar derisa është vrarë, edhe kjo gjithashtu Allah azza wa jalla ka përgatitur për ta vend banime të mira në xhennet. Siç ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu ka përgatitur në xhennet shtëpi për atë që beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bën hijrat edhe lufton në rrugën e Allahut azza wa jalla. Për këtë Allah azza wa jalla ka përgatitur në xhennet shtëpia. Ka thënë pejgamberi, ana za'imun liman amana bi, un jam dëshmitar dhe garantues për atë I cili beson në mu dhe pranon islamin, wa aslama wa hajara, dhe ka bo hijrat, shpërngulje fi sabilillah, bi bejtin fi rabadil janna, se ati jipet një shtëpi në çështë xhennetit, wa bejt fi wasatil janna, dhe jipet shtëpi në mesin e xhennetit, wa bejtin fi ala ghurafil janna, dhe jipet shtëpi ati në dhomat më të larta xhennetit. Në thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, je siguron atë besimtari që beson pejgamberin dhe bën hijrat edhe lufton rrugën e Allahut azza wa jall, se I ka 3 shtëpia në xhennet. Siç thotë, wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahad, gjithashtu thotë, unë garantoj, në thotë pjesa e parë është ai që beson, pranon islamin dhe bën hijrat, ndërsa garanca e di që pejgamberi thotë, unë garantoj për atë I cili beson në mua dhe pranon islamin dhe lufton rrugën e Allahut, se ka një shtëpi në çështë xhennetit, një shtëpi në mes xhennetit dhe një shtëpi në dhomat më të larta xhennetit. Në do të janë garancat që ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarit. Gjithashtu lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtar se kanë mundësi edhe mënyra tjera me fitu shtëpia në xhennet. Ka në hadithin e Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi bayt fi rabad al-jannati, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë garantoj xhennet për atë i cili e lën polemikën me njerëz, wa in kana muhiqqan, edhe nëse është në të vërtetë. Wa bi baytin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhib, dhe një shtëpi në mes xhennetit për atë që e lën gënjeshtrën, wa in kana mazih, edhe nëse është duke bërë shaka. Dhe ai person i cili nuk gënjen, edhe nëse është duke bërë shaka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i premton atij siguron shtëpi në xhennet. Wa bi baytin fi ala al-janna liman hasuna khuluquh, dhe thot, dhe këto është fjala, edhe ka një shtëpi në xhennet prej dhomave më të larta për atë i cili e ka rregulluar sjelljen e tij apo karakterin e tij. Ai i cili ka këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i premton atij xhennet. Siç ka ardhur në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, se vërtet më i dashurit të onë nga jo është, wa aqrabukum majlisan yawm al-qiyamah, dhe ai i cili do të jetë më afërmi me mua ditën e kiametit, ahasinakum akhlaqa, ata të cilët kanë sjelljen më të mirë nga jo, wa inna abghadakum ilayya, dhe sa ai që është më i urrëtur të onë, wa ab'adukum minni yawm al-qiyamah, dhe më i larguari nga onë ditën e kiametit, ath-thartharun, janë ata lafazanat, wal mutashaddikun, dhe ata të cilët i zgjedhin fjalë kur flasin, ata i zgjedhin fjalë për mos me mujt me i kuptu njerëzit se çfarë po thojnë. Në ata i zgjerojnë fjalët e tyra dhe i zgjedhin fjalët nga fjalori, qëllimisht mos me pas mundësi njerëzit me kuptu se çka të thonë. Wal mutafihun, than o i dërguari i Allahut, lafazanat e thartharun al mutashaddikun i kuptum, mi për këtë fjalë mutafiqahun nuk e kuptum. Qala al mutakabbirun, tha kam për qëllimin edhe mendjemdhej. Të janë njerëzit më të urrëtur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më të lartë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit. Gjithashtu ka në hadithin e Abu Darda radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqalu fi mizan al-'abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq, se s'ka diçka që peshon më tepër në peshorën e robit besimtar ditën e kiametit se sa sjellja e mirë. Wa inna Allaha yubghidhu al-fahish, dhe vërtet Allah azza wa jalla e urrejn atë që është amoral, gjithashtu el-bedhi, dhe atë që flet fjalë të dyta. Siç ka ardhur në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, e transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah, është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, cila është ajo që shtin më shumë ti njerëzit në xhennet, cila vepra që më shumë ti shtin njerëzit në xhennet, ka thënë taqwallah, është devotshmëria, frika nga Allahu, wa husnul khuluq, dhe sjellja e mirë. Wa su'ila an akthar ma yudkhilu an-nas an-nar, e pyetën ja Rasulullah, cila është ajo që shtin njerëzit më shumë ti në zjarm? Qala al-famu wal-faraj, tha është quha, është goja edhe organi. Në të atë masrujtja e nderit personit dhe gjuha e njerit, kjo është mas shumë që i shtin njerëzit në zjarë. Ka ashtu ka në hadithin e Tirmidhiut dhe Abu Dawudit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, imanin më të plotësuar nga besimtarët e kanë ata të cilët e kanë sjelljen më të mirë, wa khiyarukum li nisaihim, ndër të mos zgjedhurit nga jo më të mirët nga jo janë ata të cilët e kanë sjelljen e tyre më të mirë me gratë e tyre, do të thotë të cilët janë më të sjellshëm në familjen e tyre. Po ashtu hadithi Aishës radhiyallahu anha, se flet në vlerën e sjelljes, ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sa'im al-qa'im, ka thënë pejgamberi, vërtet besimtari e arrin gradën e agjëruesit që agjeron ditën dhe falet natën me sjelljen e mirë, arrin edhe gradën e tij në xhennet. Gjithashtu prej veprave që bajnë që njeriu me marr prej dhomave të xhennetit, nëse i vepron, është dashuria për hir të Allahut azza xal. Për ta dhënë dikën, mos ta dhënë për interes kësaj bote, mos ta dhënë besimtarin për interes kësaj bote, por ta dhënë për hir të Allahut azza xal. Nëse është i sinqert në këtë dashuri, Allahu azza xal e shpërblen ata me dhoma në xhennet. Ka thot Allahu azza xal, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Se në ditën e kiametit miqt dosta do të jenë armiqt njëri tjetrit, përveç atyre të cilët kanë pas frikë, ka qenë të devotshëm, do të jenë miqt njëri tjetrit në ditën e kiametit. Mi po ata të cilët nuk janë dashur për hir të Allahut dhe nuk kanë pas devotshmëri, ata janë të cilët do të bëhen armiqt njëri tjetrit në ditën e kiametit, se nuk e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall.
Siç ka thënë Allahu, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vllazni, fa aslihu baina akhawaykum, pra pajtoni mesin e vllaznive, wattaqullaha la'allakum turhamun, dhe keni frikë Allahun, ndoshta do të mëshirohej. Ka në hadithin Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mutahabbina, vërtet ata të cilët duhen për hir të Allahut, la tura ghurafun fil jannati kal kawkab at-tali ash-sharqiyya wal gharbi, shihen dhomat e atyre në xhennet sikurse shihet ylli në qiell. Fa yuqal man haula, pyesin disa njerëz, kush janë këta njerëz këtona që i kanë marrë ato dhoma? Fa yuqalu al-mutahabbuna fillahi azza wa jall, ju përgjigjen, marrin përgjigjen se ata janë të cilët janë dashur për hir të Allahut azza wa jall. Gjithashtu hadithin e Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, Allah azza wa jall vërtet në ditën e kiametit do të thotë, ejnë al-mutahabbuna bi jalali, ku janë ata të cilët janë dashur për hir të madhërisë time? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, të marr të shti në hijen e hijes time, në hijen e arshit, ditën që nuk ka hije tjetër përveç se hijes arshit. Do të thotë i kërkon Allahu azza jall ditën e kiametit që t'ia bën këtë mirësi atyre të cilët duhen për hir të Allahut. Po ashtu ka një hadith tjetër Tirmidhiut nga Muadhi radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalali, ata që duhen mes vete për hir të Allahut azza wa jall, lahum manabirun min nur, ata kanë mimbere, kanë kolltuçe prej dritës, yaghbituhum an-nabiyuna wash-shuhada, lakmojn, ja marrin lakmi pejgambert edhe shahidat. Kur ti shohin, ta e fitojnë vetëm se janë dashur për hir të Allahut azza wa jall. Gjithashtu gëzim të madh do të ketë ai i cili do ta merr pallatin xhennet, dhe është pallati i faljes, ai i cili ja fal njerëzve, ja fal besimtarit, vllaut tim musliman, nëse i ka bë padrejtësi, Allah azza wa jall për këtë vepër të mirë e shpërblen me pallat në xhennet. Thot Allahu wal kadhimin al ghaidha, dhe ata të cilët e fshehin mllëfin e tyre, wal afina anin nas, dhe ata të cilët ja falin njerëzve, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i don ata të cilët bëjnë vepra të mira. Ka në hadithin e Enesit radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Enesi, anu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu dhahik hatta badat thanayah, ka thënë duke qenë na ul me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, filloi pejgamberi me qesh derisa ja pam dhomët e tij ose ja pam mishin e dhomëve duke qesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Umar, tha Umar radhiyallahu kur apo pejgamberin duke qesh, ma adhakaka ya Rasulullah abi anta wa ummi, shka ka ajo që shtini me qesh o i dërguar i Allahut? Tha pejgamberi, rajulani min ummati jathaya bayna yaday rabbil izzati tabarak wa taala, ta dy persona do të gjunjëzohen, do të binë para Allahut në ditën e kiametit. Ta njëri prej tyre, ja Rabb, khudh li madhlamati min akhi, azat tha, nxerma hakin, zullumin që ma ka bëu vllavi jam në dunjat. Qala Allah taala, afi akhaka madhlamata, Allahu i tha atij personi tjetër, ktheja zullumin që ja ke bëu vllavit tën. Qala ya Rabb, lam yabqa min hasanati shay, ta zot mu tha nuk kam mbet asnjë vepër e mirë, s'm kanë mbet vepra të mira me paguajt zullumin që ja kam bë. Pagesa bën ditën e kiametit me vepra. Nëse i ke bë dikujt zullum, nëse s'ta ka bë halal ditën e kiametit, do të më paguajt me veprat e tua të mira. E ky personi thot Allahut, onë zot s'm kam mbet mo vepra të mira, me çka më ja paguajt këtij vllavit tim që ja kam bë zullumin në dunja. فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبقى من حسناتي شيء, i tha Allahu azza jall këtij tjetrit, çka do mi bën ti vllavut tan, çish kemi bën me vllavun tan tash musliman kur ati si ka mbet asnjë vepër e mirë. Qala ya Rabb falyahmil anni awzari, tha zot pra le të merr mëkatet e mia në këtë mënyrë, tha le ta pagun. Qala fadat ayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil buka, thot Anas radhiyallahu anhu, kur e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë dhe tregoi se çfarë ka më thon vllau i tij musliman për vllaun e tij musliman, thot filloi pastaj me çajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal inna dhalika la yawmun azim, tha ja dita është ditë e madhe, yahtaju an-nasu ila man yatahammal anhum min awzarihim, dëshirojnë njerëzit kërkojnë kush ka dikujt më alon mëkatet, edhe nëse është vllau i tij, veç le t'ia heq mëkatet, se kanë nevojë mi largu mëkatet se me fitu xhennet ose me shpëtu nga zjarri. Qala fa qala Allah taala li talib, Allah azza wa jall pasari thot atij që e kërkon mja kthi zullumin
Dhe ati vllau ti, irtha basaraka wanzur fil janani, tha kthej shikimin tan, shiko lart dhe këshiri xhennetet. Fa rafa ra'sa, thot pejgamberi dhe ai e çoi kokën e tij dhe po shikon. Fa qali ya rab ara madaina min fiddatin, tha zot po shof qytete prej argjendit, wa qusuran min dhahabin, dhe po shof pallata nga ari, mukallala bi lu'lu, të rrethum me margaritar. Li ayyin nabiyyin hadha, për cilin pejgamber janë përgatitur. Au li ayyi siddiqin hadha, apo për cilin siddiq, sikur puna e Abu Bekrit, domethënë për cilin njeri të sinqert sikur Abu Bekri është përgatitur. Li ayyi shahidin hadha, për cilin shahid dëshmor është përgatitur kjo. Qala hadha liman a'ta thamana, tha Allah azza wa jalla, është për ata, është përgatitur për atë që e pagun, e jep shpërblimin e kësaj, vlerën e kësaj. Qala ya rab wa man yamliku thamana, tha zot kush ka mundësi me paguajt këtë? Qala anta tamliku, tha ti ke mundësi me paguajt. Qala madha ya rab, tha çfarë zot? Çish e paguaj? Qala ta'fu an akhi, tha t'ja falësh tash ti vllavit tan, nëse don me fitu këtë. Qala ya rab wa man yamliku ta'fu an akhi, qala ya rab fa inni qad afawtu an, tha o zot unë prapë falë këtë vllahun tim. Qala Allah taala khudh bi yadi akhika fadkhul al janna, atëherë tha Allah azza wa jalla ti personit, tha merr vllahun tan për dora edhe hyni në xhennet. Thumma qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve ti, ittaqullah, keni frikë Allahun, wa aslihu dhata bainikum, dhe pajtoni në mesin e muslimanëve, fa inna Allah taala yusli bain al mu'minina yawm al qiyamah, sa Allah subhanahu wa taala në ditën e kiametit pajton mes muslimanëve. Do të thotë që ban Allah zë pajton mes këtyre dy besimtarë, thotë kjo është prej cilësive të Allahut azza xal, që dëshiron që me pajtu besën e besimtarëve, pra dhe dëshiron këtë vepër, thotë nëse doni me fitue këtë çka Allah azza xal ka përgatitur në xhennet, këto pallate dhe këto qytete nga argjendi dhe pallate nga ari të rrethuar me margaritar, pra pajtoni në mesin e muslimanëve dhe faljani vëllezërve tuaj musliman. Gjithashtu ka shtëpi në xhennet për atë i cili e lë çështën e tij në dorën e Allahut azza wa jall, mbështetet në Allahun dhe e lë gjithçka çka është në dorën e Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Barra ibn Azib, ta idha taja ar-rajul, kur bjen njeriu me flet, fatawassada yamina, dhe bjen në anën e djati dhe thot Allahumma ilayka aslamtu nafsi, azat e dorëzova veten time, ta kam dorëzuar ti, wa fawwadtu amri ilayk, dhe çështën time kam lënë dorën tënde, wa alja'tu ilayka dhahri, dhe mbështetem tek ty, wa wajhtu ilayka wajhi, dhe ka ty e kam kthyer fytyrën, rahbatan minka wa raghbatan ilayk, azat nga frika dhe shpresa në ty, la malja wala manja minka illa ilayk, azat s'ka strahim dhe s'ka shpëtim nga ty vetëm se tek ty. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, besoj në librin që e ke zbrit, wa bi nabiyika alladhi arsalt, dhe pejgamberin që e ke dërguar, wa mata ala dhalik, thot pejgamberi nëse vdes pasi ti thot këtë fjalë, domethënë bjen zanxhumi pasi të thot këtë fjalë, edhe vdes, bunja lahu baytun fil janna, për atë ndërtohet një shtëpi në xhennet, abuja lahu baytun fil janna, apo përgatitet për të një shtëpi në xhennet. Gjithashtu ka dhoma në xhennet për disa njerëz të cilët i kanë disa cilësi. Ka në hadithin Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha, vërtet në xhennet ka dhoma që shihet e jashtme e saj prej brenda dhe e brendshme e saj nga jashtë. Wa batina min zahiriha, qala Abu Malik al-Ash'ari, tha Abu Malik al-Ash'ari, sahabi pejgamberi, liman hiya rasulullah, për kan janë këto dhoma e rasulullah? Qala adda Allah taala liman at'ama at-ta'am, tha Allah azza ka përgatitur për ata të cilët i ushqejnë të tjerë apo i ushqejnë të varfrin, wa alana al-kalam, dhe flojnë fjalë të buta, wa taba as-siyam, dhe agjeron shumë, wa salla bil-lejli, dhe falet natën, wa an-nasu niyam, kur njerëzit flejnë. Për këta janë përgatitur këto dhoma në xhennet. Gjithashtu është përgatitur pallat Rayyan, që quhet Rayyan, e që Allah azza wa jalla ka përgatitur për agjërusin dhe fiton njeriu me agjërim. Nëse agjeron shumë, Allah azza wa jalla e ka përgatitur për atë që agjeron shumë këtë pallat. Ka në hadithin e Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, vërtet në xhennet është një derë i thuhet Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, ditën e kiametit do të hinë ata të cilët kanë agjëruar shumë këtë botë, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, nuk hin ata përveç se ata që kanë agjëruar. Ayna yuqalu ayna as-sa'imun, thuhet ku janë ata që kanë agjëruar, fa yakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, çohen edhe hyjnë dhe mbyllen derë dhe nuk lajnë askën tjetër me hi pas atyra. Gjithashtu Allah azza wa jalla ka përgatitur shtëpinë në xhennet për atë i cili ndërton xhamin.
apo për ata që ndërtojnë xhamia, ka thënë pejgamberi, men bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, kush ndërton një xhami dhe këtë e bën për hir të Allahut, kërkon kënaqësinë e Allahut azza wajal, bana Allahu mithluhu fil janna, Allahu një ashtu ja ndërton atij në xhennet. Si ka në hadith tjetër, men bana lillahi masjidan walau ka mifhasi qutatin aw asghar bana Allahu lahu baytan fil janna, kush ndërton një xhami edhe sikur të jetë sa çerdha e zogit. Flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mos e nënçmo, edhe nëse s'ke mundësi me ndërtu xhami të madhe, nëse e ndërton një shtëpi të vogël, sa do me kanë të vogël, a falin njerëzit, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dash me krahasu të vogël, ka thonë derisa më kanë sa çerdha e zogut, do thotë aq e vogël, shumë e vogël, vetëm se falin njerëzit në ta, pra Allahu azza wa jall ta ndërton ti në shtëpi në xhennet. Do thotë për një vepër për veprave të cilën ka mundësi besimtari me bë, me këtë e fiton një shtëpi në xhennet. Gjithashtu fiton xhennet me namaz nafile. Ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men thabara ala 12 rak'a, kush vazhdimisht i fal 12 rakate gjatë ditës nga sunetet, min sunna, ban Allahu lahu baytan fil janna, Allah ja ndërton atij një shtëpi në xhennet. 4 rakatin qabla dhuhr, ai i fal 4 rakat para drekës, wa rak'atayn ba'daha, dhe 2 pas namazit drek, domethënë pas farzit, wa rak'atayn ba'da al-maghrib, dhe 2 rakate pas farzit të akşamit, wa rak'atayn ba'da al-isha, dhe 2 rakate pas namazit yatsies, wa rak'atayn qabla al-fajr, dhe 2 rakate para namazit sabahit. Nëse vazhdon me këtë, Allahu azza wa jall atij ndërton një shtëpi në xhennet. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqa, njeriu që zgjohet mëngjes dhe që zgjohet i shëndosh, për çdo një trupi i tij do të më dhan sadaka. Fa kullu tasbihatin sadaqa, sa që thot subhanallah është sadaka, wa kullu tahmidatin sadaka, dhe sa që thot alhamdulillah kjo është sadaka, wa kullu tahlilatin sadaka, sa që thot la ilaha illallah kjo është sadaka, wa kullu takbiratin sadaka, dhe sa që thot Allahu akbar kjo është sadaka, wa amru bil ma'ruf wa sadaka, dhe të urdhërosh dikant të mirë është sadaka, që dosh me dhënë për nijet e tua, wa nahyun anil munkar sadaka, dhe të ndalesh dikant nga e keqja, edhe kjo është sadaka, wa yajzi min dalik rak'atani tarka'uhuma min ad-duha, krejt vendin e kësaj naza, nëse ti fal 2 rekatet namazit duha gjatë ditës. Ajo falet deri para namazit drekës, para afërsisht për një gjysmë ora, dhe pasi të lind dielli, do të thotë për disa minuta prit dhe fillon, domethënë koha e saj është deri para namazit drekës. Nëse i falet të 2 rekata, e jep sadakon e krejt kësaj. Dhe sa ka ardhur rivayet tjetër, men salla duha arba'an, kush e fal duhan këtë namaz 4 rekat, se është nafile, mundet edhe 4 rekat me fal, buniya lahu baytun fil janna, aty i vërtohet një shtëpi në xhennet. Gjithashtu ka shtëpi në xhennet e fiton njeriu apo ai i cili e mbush safin. Ai i cili e mbush safin nuk lë zbrastirën saf, ku e shef zbrastirën e mbush safin, dhe vazhdimisht e bën këtë, Allahu azza wa jall për ata e përgatit një shtëpi në xhennet. Ka thënë men sadda furjatan, thot pejgamberi, ban Allahu lahu baytan fil janna, kush e mbush zbrastirën saf, Allah ja ndërton atij një shtëpi në xhennet, wa rafa'ahu biha daraja, edhe ngrit një grad më lart në xhennet. Gjithashtu ai i cili e viziton smurin musliman, edhe për ata Allah azza wa jall ndërton një shtëpi në xhennet. Ka ardhur në hadithin e pejgamberit, man aada maridan, kush e viziton smurin, aw zara akhan lahu fillah, apo shkon e viziton një vëlla ti musliman për hir të Allahut, nadahu munadin, e thirr një thers, tibta wa taba mamshak, qoftë mirë ajo ecja yte, tabawwa'ta min al-jannati manzila, dhe e merr një shtëpi në xhennet. Si ka ardhur në hadith tjetër, innal muslim idha aada akhahu, kur besimtari e viziton vllahun e tij, lam yazal fi khurfati al-janna hatta yarji, ai vazhdon të jetë në baçë të xhennetit derisa të kthehet. Po ashtu Allahu azza wa jall i përgatit besimtarit të ndërton shtëpi në xhennet, nëse e thot një lutje, e thot gjithmonë, ajo është lutja kur hin ai në treg. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suq, kush hin treg, faqal, edhe thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, se nuk ka shok, lahul mulku wa lahul hamdu, atij ka sundimi dhe atij ka falëndërimi, yuhyi wa yumit, ai është ringjallës dhe çdo, wa huwa hayyun la yamutu bi yadi al-khair, ai është i gjallë dhe nuk vdes, dhe dorën e tij është gjithë e mira, wa ala kulli shay'in qadir, dhe ai ka mundësi për gjithçka. Kataba Allahu lahu alf sana, Allahu ja shkruan atij 1.000.000 sevapa, wa maha anhu alf sayyi'a, dhe Allahu ja humbi jashtyn atij 1.000.000 të këqija, wa rafa lahu alf daraja, dhe ngrit 1.000.000 grada, wa bana lahu baytan fil janna, dhe ndërton atij një shtëpi në xhennet.
Gjithashtu ka një shtëpi personi edhe i cila quhet i ndërtohet atij shtëpia e falënderimit. Ka në hadithin e Abu Musa radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha mata waladul abdi", kur njeriu t'i vdes fëmiu, qala Allah taala li malaikatihi, Allah azza jalla thot melekëve ti: "Qabattum walada abdi", a ja morrët shpirtin atina fëmijës robit tim? Fa yaquluna na'am, fa in po zoti jon. Fa yaqul qabattum thamarata fuadih, a ja morrët atë frytin e zemrës ti? Fa yaquluna na'am, fa in po azat. Fa yaqul madha qala abdi, thot çfarë ka thonë robi jam kur ja morrët ju fëmin atij? Fa yaquluna hamidaka wastarja, fa nazat ka falëndëru dhe ka thonë te Allahut jemi te ai kthehemi. Fa yaqulu Allah taala, Allahu tatira ibnu li abdi baytan fil janna, ndërtoja një shtëpi robit tim në xhennet, wasammuhu bayt alhamdi, edhe emërtani shtëpia e falënderimit. Në thot krejtha fjalët e Allahut azza jall dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja bojnë besimtarit qartë se me marr një shtëpi në xhennet, ose me marr një pallat në xhennet, ose me fitu ato dhomat e xhennetit që janë në xhennet, duhet më pak punë me punu se sa punën që e bën ti me fitu një shtëpi në këtë botë. Do të thotë me pak punë shumë, me pak fjalë, me pak ikhlas, me sinqeritet, eviton këto shtëpi të xhennetit me mëshirën e Allahut azza wa jall. Me kaq e përmendojmë subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.